Se si është e mundur që 16 vite BDI ka udhëhequr me këtë komunë, 20 vite pushtet lokal, ndërsa fshatrat akoma kanë problem me kanalizimin. Shiko, kanalizimi është realizuar... Për shembull në Bogovinë është realizuar vetëm faza e parë dhe në Kamjan. Por çfarë ndodh me fshatra të tjerë? Për momentin, siç përmende, kanalizimi, rjeti kryesor i kanalizimit është në Bogovinë dhe në Kamjan, mirë po, për të kyç nevojitet do thot impianti kryesor apo qendra për përpunimin e ujrave të zeza, e cila kushton shumë. Ne kemi realizuar projektin, e kemi të gatshëm dhe shpresojmë se të ndërtojmë impiantin për përpunimin e ujrave të zeza e mandaj të bëjmë kyçjen e rjetit. Kryetar, po si do të kërkoni votën e këtyre fshatrave, ndërkohë ne po flasim akoma për kushte mesjetare. Për shembull, kanalizimi është një çështje që duhet kryeshte sa më parë. Ndërsa akoma edhe në mandatin e ardhshëm do duhet flasim për punën e kanalizimeve. Më fal që po e bëj këtë ndërhyrje. Po, mirë po, për projektet për kanalizim janë me vlera të mëdha, prandaj komuna nuk është në gjendje për të realizuar ato projekte. Mirë po, këto punë që duhet të bëhen lidhe me kanalizimin, problemi është në tërë Maqedoninë lidhe me kanalizimin. Nevojitet do thot vetë qeveria të parashohë ku do të jenë këto impiantët për përpunimin e ujrave të zezë. Kryetar, po do të realizohen gjatë mandatit të ardhshëm nëse ju e fitoni besimin e banorëve. Do të bëhen të gjithë fshatrat me kanalizim, të paktën shumica e fshatrave. Shumica e fshatrave, Kamjani, Bogovina, Zhorovjani do të bëhen me shumica e fshatrave do t'i bëjmë, së pari do të ndërtohet impianti e mandaj të bëjmë kyçjen. Do thotë do mundohemi të gjitha fshatrat jo, por shumicën e fshatrave që të realizojnë edhe projekte për kanalizim.